Ditën e hënë më 27 prill në orën 19 të gjitha rrugët të çojnë në stadiumin Flamurtari, ku skuadra e zemrës luan me Dinamon, një ndeshje të jetë të rëndësishme për objektivin që ka. Skuadra i ka dhënë dorën e fundit përgatitjeve gjatë kësaj të diele, ndërsa stafi teknik me në krye trajnerët Andi Ribaj dhe Lejdi Liçaj e kanë përgatitur skuadrën maksimalisht për të dhënë kështu më të mirën në ndeshjen që do të luhet ditën e hënë, duke nisur nga ora 19 në stadiumin Flamurtari, një ndeshje me drita, e cila do të jetë edhe një festë e vërtet për tifozët vlonjat, por të cilët duan që skuadra e tyre të marrë 3 pikë të rëndësishme në këtë takim. Një mbrëmje festive do të jetë ajo e të hënës, ku qyteti do të vezulloj kështu nga dritat e stadiumit Flamurtari dhe nga gjallëria e jetës, por duhet që qytetarët dhe tifozët të jenë të shumtë për të mbështetur skuadrën e tyre në këtë ndeshje të jetë vendimtare për vazhdimësinë. Klubi i futbollit Flamurtari, teksa u bën thirrje tifozëve të vinë në stadium për të ndjekur këtë ndeshje dhe për të mbështetur skuadrën, është i bindur se futbollistët do të japin maksimumin e tyre. Gjatë kësaj të diele ishte dhënë dora e fundit përgatitjeve, ku stafi teknik me në krye Andi Ribaj dhe Lejdi Liçaj e kanë përgatitur skuadrën me një mentalitet fituesi për të qenë e qetë, por gjithashtu edhe për të qenë agresive në kërkim të një rezultati pozitiv. 3 pikët janë shumë të rëndësishme për vazhdimësinë, pavarësisht se Dinamo do të jetë një ekip i vështirë, por skuadra vlonjate i ka të gjitha kapacitetet dhe elementet për ta përballuar me sukses këtë supersfidë. Skuadrës nuk i ka munguar asnjëherë mbështetja nga presidenti i klubit Sinan Idrizi, i cili edhe në prag të kësaj ndeshje ka kërkuar nga lojtarët të bëjnë maksimumin e tyre për fanellën, por edhe për qytetin. Situata në ekip është e qetë, ndërsa ashtu sikundër ndodh gjithmonë, përpara ndeshjeve, skuadra grumbullohet bashk, të jenë larg çdo presioni dhe të diskutojnë vetëm për futboll. Kështu, ditën e hënë, në orën 19, të gjitha rrugët të çojnë në stadiumin Flamurtari për të mbështetur skuadrën. Klubi i futbollit Flamurtari ka publikuar edhe çmimet e biletave. Tribuna qendrore do të jetë 1500 lekë, tribuna A, B dhe C 300 lekë, tribuna D ku do të vendosen miqt do të jetë 500 lekë, ndërsa për gratë dhe vajzat hyrja do të jetë falas. E janë në stadiumin Flamurtari ditën e hënë në orën 19 për të mbështetur Flamurtarin e për ta kthyer këtë mbrëmje të nisjes javës së re në një festë të vërtet, jo vetëm për qytetin, por edhe për skuadrën.